Nxënësit e shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa kanë zhvilluar konkursin Klasa e zbukuruar më bukur për festat e fundvitit. Konkursi ka nxjerrë në pa shpirtin ngarues, fantazinë dhe talentin e nxënësve, të cilët i kthyen klasat në ambiente më të këndshme. Sot në një atmosferë festive, plot gëzime hare, janë ndarë 4 çmimet fituese për klasat që janë zbukuruar më mirë në shkollë. Shkolla këtë ditë ka shkëlqyer më së shumti me kreativitetin, artin, energjinë, dashurinë që gjithë secila klasë ka përcuar. Siç e dini, klasat nga filloria deri në gjimnaz ka marrë pjesë në konkursin Klasa zbukuruar më bukur për festat e fundvitit. Dhe tashmë erdhi momenti që ne të prezantojmë çmimet. Çmimet janë ndarë në bazë të cikleve, janë çmimet fituese të ciklit fillor, shkolla klasave në vjeçare dhe gjimnazi. Le të fillojmë me çmimet e klasave fillore. Çmimi fitues për klasat nga klasa e parë deri në të 5 është klasa e dytë. Faleminderit shumë për vlerësimin që na keni bërë. Ju premtoj se do jemi klasa më shëmbullore e shkollës. Çmimi fitues për gjimnazin është klasa e 11 B. Ardhërohet çmim? Faleminderit shumë, e vlerësojmë tepër. Ju urojmë gjithëve gëzuar Krishtlindjen e vitit të ri. Ndërsa tashmë do të prezantojmë çmimet për në vjeçaren, por do të theksojmë se kemi 2 çmime të para. Klasat në vjeçare, përveç se janë fituese të ciklit në vjeçar, janë renditur me numër më të lartë pikësh se sa gjimnazi dhe arsimi i ulët. Klasa fituese vendit të parë, fillimisht kemi klasën e 6. Faleminderit për vlerësimin e klasës sonë. Unë përshëndes mësuesen tonë kujdestare, gëzuar vitin e ri në Krishtlindje. Dhe klasa që do të ndaj vendin me klasën e 6 është klasa e 8. Duhet të theksojmë se klasa e 8 është ajo që ka bërë gjitha dekorimet e klasës pa ndihmën e ndonjë mësuesi. Dhe kjo është vërtet për të vlerësuar. Faleminderit shumë që na vlerësuar për punën që bëm, ju uroj gjithë të gëzuar festat. Edhe pse matura nuk mori pjesë në këtë konkurs, nuk do lëm pa falendëruar Gjesin e klasës 12B për të gjithë artin dhe kreativitetin e saj.